أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. Përëndaj, Allahu Gjelle Shanu në thot, ja ejuhan nas, inna wa'da Allahi haqqun, fala të ghurrannakum al hayatu dunya. Po njerëzit, premtimet Allahu Gjelle Shanu janë të vërteta, përëndaj mas mashtroj këtë jeta dunia juve. Së dërgu Allahu Gjelle Shanu, a dunia hulvatun khadhira. Dunia është si emballësira e freskët, që duket tani që s'ka për të i vitruar, s'ka për të kalbur një herë, se ka për të prishur shia në saj. Për ne dim që pas një natë prishet shia e emballësira. Ashtu vlezër kjo dunjaja është. Përëndaj Allahu Gjelle Shanu në thonë, në të regon në ajetet Kur'an dhe hadithi Profet sallallahu alaihi wasallam, që syri jonë për herë duhet në jetën akhiret. Shokët Profet alaihi salatu wasallam kishin arritur këtë realiteti. Përëndaj ato kishin një bindje i fort, çdo gjë që doste në jetë atyre, e pari shkon të lajmi. Vlezër, dërgu Allahu Gjelle Shanu në mëson her pas her. Kur në flim gjumë, duaja qëfar? Allahumma bismika amutu wa ahya. O Allah, me emrin ten jem duke i vdekur edhe do i gjallin. Nuk na ka thënë, se dërgu Allahu Gjelle Shanu nuk dinte, që o Allah, me emrin ten jem duke fjetur gjumë edhe do i zhojmë me emrin ten. Por nuk thot, qarë thot? Që me emrin ten jem duke i vdekur edhe do rinjallin. Kjo fjala ka përdorur. Pse? Për të kujtuar, thot, an-nawm wa akhul maut. Gjumi është motra e vdekjes. Edhe një qoftë se një njeri nuk kujton, nuk bindet për akhiret, për botën tjetër, dërgu Allahu Gjelle Shanu është duke përmendur let kujton ahiretin me gjumin e vet. Në gjumë një njeri jemi ullur në dhomën tonë bash, një njeri është duke fjetur gjumë me njërë, ishtë gjënë, mua është duke raurdi, është duke ardhur armiku. Ne qeshemi, po themi, dështë e duke parë endre, nuk themi e gjinjështar. Qëfar themi e duke parë? Do më thënë, i shpirti ti kanë dihur dhimbja. Dhimbja duke djekur armiku, duke kafshuar gjarë për i qëfar ka dodhur me ate, a i shpirti vlezar, në varen ton bëhet real, në dunia është dujta. Ka të reguar shembuli shumë e mirë, që në këtë dunia, shpirti janë është ullur në mjetin e trupin. Do më thani, shpirti është dujta, trupi është real, është mjet, që es ben ustimi. Kurse në vare, në botën të tërë, trupi janë do tjetë mjet, shpirti janë do tjetë real. Edhe atia ka për të arritur dhimbja real, edhe shia real me shpirtin e tonë. Edhe për të kujtuar akhirat, dërgu Allahu Gjelle Shanu, çdo moment i përdor fjala ja, ti duke bërë ustim. Qëfar duaja ka mësuar dërgu Allahu Gjelle Shanu? Sa do ulesh në mjet, Subhana alladhi sakhara lana hadha, falinderimet të konë, është lavdrisha maj Allahu madhruar, që na ka mundësuar, na ka dhenë kontrol në këtë mjet. Wa ma kunna lahu mukrinin, ku nuk kishim arritur do të ne kontroli, se atëherë, kur ka izbritur ajet Kur'an, për të etërë, deve, kali, elefant janë më të fort nga njeriu. Edhe janë disa njerëzit që kanë bërë luanin mjetin e vetë, a është më i fort nga ne, po Allahu Gjelle Shanu na ka mundësuar që kemi marrë kontrol. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Edhe pjesa dytë çfarë duke thënë? Që patjetër ne do i kthehemi tek Allahu jon. Po, pse nuk thot do i kthehemi tek shtëpia jon prapë? Se udhëtimi nuk bëjmë ne për të i kthehur tek ahiret, po bëjmë udhëtimi për të i kthehur prapë shtëpia jon. Po Allahu thot ashtu siç je duke dal sot në mjetin tën për të ikur, për të larguar nga vatani jot në vend tjetër, ashtu do vini ditë në jetën tën që njerëzit do marrin në krahun e vet gjanaza e tën, edhe ti do ulesh në një mjet kur s'ka për të i kthehur prapë, edhe kthimi jot do të jetë ahiret. Çdo lëvizje jon Allahu Gjelle Shanu na kujton se ta mos harrojmë dita real që ka saktuar Allahu Gjelle Shanu, ajo dita ka për të arritur patjetër në jetën tënde. Edhe përëndaj shokët Profet alayhi salatu wasalam nuk harroshin këtë ditë. Edhe kishin bërë përgatitje i fort për ahiret. Edhe kishin bindja në premtimet që ka lënë Allahu Gjelle Shanu për botën tjetër. Vlezër, çfarë mirësi Allahu Gjelle Shanu ka përgatitur në ahiret. Sot dërgoi Allahu Gjelle Shanu
hadithi Profet sallallahu alaihi wasallam, hadith al-Qudusi, a'adatu li ibadiya salihin, kam përgatitur për vëllezërt për robët e mi devotshëm, ma la aynun ra'at, ato mirësi me shikimet lezet, vëllezër njeri edhe me shikimit me lezet. Kur dashuron robi herë e parë me një femër, a ka lezet shikimi i saj, edhe kur martohet ka lezet shikimi gruaja e vet, pastaj kur lindet fëmia, a ka lezet në shikimin fëmijët e vet, dhe shikim kur dalim jashtë të shohim natyrat e ka krijuar Allahu xhallahu xhanu, a ka lezet shikimi, edhe dërgoi Allahu xhallahu xhanu është duke thënë nuk ka parë as lezet ka lënë në shikimet, domethënë natyrat, shikimet aq bukur ka krijuar Allahu xhallahu xhanu në Jannatul Firdaus, që nuk ka parë një syre aq bukur manzar, aq bukur dukja që ka lënë Allahu xhallahu xhanu. Ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at. Ne i kënaqemi duke njerëzit që nuk falin namaz, nuk kanë interes në zikri Allahu xhallahu xhanu, ato për të qetësuar shpirtin e vet, këndojnë këngët, dëgjojnë këngët. Ne dëgjojmë Kur'anat ilahit edhe i kënaqet zemra jon nga zerët që ka krijuar Allahu xhallahu xhanu. Zerët Daud alayhis salatu wassalam, thot Allahu në Kur'an, që kur Daud alayhis salatu wassalam këndonte zaburi, edhe zog kishin aq shumë interes në lezimet Daud alayhis salam, që vishin në kokën Daud alayhis salam si për kokë duke dëgjuar. Edhe gaher këndonte aq bukur që edhe malet lëvishin vlezër edhe sendet marrin efekt. Ne kur kujtohemi, kur ndihemi në momentat kur vinë që edhe sendet duke lëvizur. Tregohet një histori, një arab ka shkuar musafir tek shoku vet, edhe atia një skllav zez, habshi etopian ishte,